Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Interneti ka sende ndoshta, por me siguri më shumë është pozitiv se sa negativ. Pra ka gjëra më shumë pozitive se sa negative. Dhe nga ne varet se nëse e përdorim me mend, mund shumë të nxjerrim dobi nga interneti. Kur them interneti, në këtë rrjet elektronik janë të përfshira rrjetet sociale të cilat lindën më vonë, që janë Facebooku, Instagrami, YouTube-i e kështu me radhë, por misioni i tyre nuk është edhe aq i zi, sido që të përshkruhet ndonjëherë nga ne, për arsye se është një mjet jashtëzakonisht i mrekullueshëm për komunikim. Qoftë në ndarjen e informacioneve me tjerët, qoftë në pranimin e informacioneve nga të tjerët, qoftë në komunikimin ton të ndërsjellë. Ju tani paramendoni, imagjinojeni se si sot ne komunikojmë me njëri tjetrin nëpërmjet WhatsApp-ut apo Viberit, Viber und WhatsApp. Dhe këta të gjithë falas, pa pagesë. Ndaj dikush është bosh kaktar, apo? Allahu në Kuranin famëlart ka thënë: Alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Allahu e mësoi njeriu lapsin, që ta përdorë, po, pendën, që të shkruaj. Allama al insana ma lam ya'lam. E mësoi Allahu njeriu në atë që nuk dinte. Nuk kemi lindur të ditur. Para ca kohësh janë ndërtuar shtëpit me qerpiç. Por më vonë kanë filluar të ndërtohen nga betoni. Shtylla betoni është shtylla qeliku. Dhe sot ka ndërtesa edhe të llojit të tjetër. Dhe në qoftë se ne shëtisim në përbot, çka shohim? Një teknologji të nivelit të jashtëzakonshëm. Dhe kjo do vazhdojë edhe shumë më shumë të rritet e të zhvillohet deri para një viti, 2-3 vitesh. Na nuk dinim ç'është ajo inteligjenca artificiale. Ajo kishte filluar të flitet qysh para 10 viteve. Ndoshta provat e para janë bërë ndoshta edhe para 15 viteve, 20. Ku ta dim ne? Disa i dim, disa si dim, nëse nuk jemi në atë lamin, në atë fush aktiv, atëherë nga të tjerët ne i pranojmë informacionet. Por atë që dua të them është mirë që ne jemi divers, që kemi lloj kategorish të njerëzve, të cilët kanë diverzitet në dijen e tyre. Pra, kemi kategori të inxhinierëve, të ekonomistëve, të juristëve, të mjekëve, të kirurgëve, të astronomëve, të fizicienëve, të matematicienëve, të biologëve, teologëve, hoxhallarëve, e kështu me radhë. Pra, nuk mund të gjithë dhe nuk është mirë. Andaj Zoti si e bëri. Alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Lavdia dhe i gjithë falënderimi me të vërtet i takon Allahut të madhërueshëm. Për arsye se ai e ka nda dijen
në mesin e njerëzve. Në atë mënyrë aq proporcionale që askush nga ne njerëzit nuk do t'ja kishte arritur kohën. Për arsye se shikoni, po të ishim na të gjithë teolog. Valla, do dinte dikush t'i grahe dhe të ngjitet lart në qiell dhe të bëhet pilot. Apo, por për të bërë pilot, do të shkosh të krysh shkollën për pilot, ose që të bëhesh biolog dhe të punosh në një labor në të cilin bëhen holumtime dhe kërkime shkencore, duhet të studiosh biologjin. E kështu me radhë të nderuar, nëse unë kam problem me zorën qore, unë edhe me kënduar elhamdulillahi 1 milion herë, nuk do të mund të operoj zorën qore dhe vetë. Por, edhe pse i kemi ne, këto janë gjërat të kësaj bote dhe në këtë botë ne duhet disi të përgatitemi që të mund të mbijetojmë, të punojmë dhe në takimet tona me njëri tjetrin të kemi pra respekt të ndërsjellë, sepse Zoti na urdhëron në Kur'an dhe na thot: ju kam krijuar juve të gjithëve nga një burr dhe një grua. Dhe ju kam bërë në fise popull të ndryshëm, që ju njëri tjetrin ta njihni pak më mirë, më i devotshmi, më i ndershmi, më fisniku në mesin tuaj është ai i cili frikë respektin ndaj Zotit e ka në nivel. Por frikë respekti këtu nuk nënkupton që ne jemi para një luani dhe kemi shumë frikë të madhe se wallahi po të na ndërsy ai neve dhe i ka dhomët shumë të mëdhej. Jo. Frikë respekti ka zhi Allahut është ne të jemi të përullur, të tregojmë përullshmëri në bindjen tonë, në besimin tonë ndaj Tij, ndaj Allahut të madhnueshëm. Të jemi të nënshtruar ndaj urdhrave të Tij. Dhe të mundohemi sa më shumë të punojmë mirë, të jemi të drejtë, të jemi të sinqertë, të merremi me shkencë dhe me zhvillime shkencore, dhe këto zhvillime shkencore të mos i përdorim që ato të drejtohen drejt përbuzjes apo mohimit të besimit në një Zot. Për arsye se të gjitha që i kemi janë dhunti të Zotit, përfshi edhe neve si qenie njerëzore. Zoti jo rastësisht. Zoti jo rastësisht. Neve na ka bërë më këmbës në tokë, na e dha mundësinë që ne ta menaxhojmë tokë. Të jemi administrator në tokë. Por me tokën na porositi që të sillemi mirë, që të sillemi konform normave hyjnore, që Zoti shumë bukur neve na i ka shpallur në librat hyjnor, njërin pas tjetrit. Dhe në qoftë se ne nuk do jemi në gjendje që shkencën dhe besimin, apo shkencën dhe fen, t'i vendosim dhe t'i mbajmë në harmoni me njëra tjetrën, ky është gabimi ynë, nuk është gabimi i Zotit. Zoti na dha mundësi dhe na tha: Elledhi alleme bil qalem, alleme l'insane ma lem ja'lem, kërko dije, vrapo për të marrë dije, vrapo dhe mëso, lexo e studio që të dish, por mos haro se unë të kam krijuar, thot Allah. Ti je krijesa jeme, o njeri i vogël. Dhe në një vend tjetër në Kur'an, Allahu na thot: nuk ju kam dhënë përveç se pak dije. Sepse nëse dikush i pretendon se i di të gjitha, naudhu billah,
ai don të pohoj se ndoshta don t'i afrohet edhe Allahut në qiell. Sepse ka zbuluar diçka, është normale, sot ne dëgjojmë ka zbulime. Krejt është kjo në rregull. Por ne nuk do t'ja arrijmë asnjëherë si krijesë. Ne nuk jemi ata që krijojmë. Na jemi krijesa. Jemi të krijuar dhe krijuesi është ai i vetmi i cili të gjithë këtë univers e kontrollon dhe e mba nën kontroll. E gjithë kjo nuk është rastësi. Shikoni, kush e di sa të jemi të suksesshëm? E kemi një familje apo? Ndonjëherë, bile edhe shpeshherë, ne nuk ja dalim edhe çështjet tona shtëpiake, ti menaxhojmë ashtu siç duhet. Dhe kemi të tjerë të cilët marrin përgjegjësi, për shembull të jenë kryetar shtetesh, drejtor institucionesh. E mos t'i numëroj këta punët e funksioneve që janë postet. Dhe sa herë kemi pa se nuk ja del. Është 4 vite, ati 5 vite, më shumë bën gjëra të mbrapshta, e çon punën ka e prapa, se sa mbar. E tani, imagjinojeni bre njerëz, gjithë ky univers bre nuk ta kapën shikimin. Janë munduar dhe po mundohen sot e kësaj dite shkencëtar të famshëm të gjitha lëmive që gjenjë skajnë me qoshin, nuk munden bre. Po e dini se me miliarda galaksia ka o njerëz. Dhe këtë të gjithë ne e dim se jetojmë në shekullin 21. Jemi në vitin 2026, ku edhe në vendet ku deri dje nuk ka pas shkrim e lexim, analfabetizmi ka qenë në kulm, edhe atje sot ka depërtuar shkrimi dhe leximi dhe njerëzit i kanë do smartphone në dorë dhe lidhen drejt për drejt prej tetove me New Yorkun për shembull dhe fletaj me familjarin dhe bile aja sheh dhe fotografi. Dhe sikur ti kishe thonë dikundit te obori i xhamisë para një 50 viteve, o xhamat. Dhe vihet dita kur ne do flasim me njëri tjetrin në telefon dhe do ja shohim fytyrën, jo të palëvishme, por të lëvishme, ai bën me dorë atje dhe me sy dhe ne ja shohim krejt. Por a dini kush do zbulojë kët? Jo musliman. Ata jo musliman. Pakës shaka. Po ajeti ju kam krijuar nga një burr dhe një grua dhe ju kam bërë në fise dhe popujt të ndryshëm. Allahu jo rastësisht e ka zbritur këtë jetë, që ne wallahi të dimë se duhet me njëri tjetrin të bashkëjetojmë. Pa marrë parasysh mund të jetë edhe jo besimtar, ateist, mund të jetë budist, hinduist, nuk është musliman, është i krishterë, është kristian, po ç'lu rol luan kjo? Kjo luan rol vetëm në kuptimin e atij robit me Zotin. Nuk është detyrë imja unë t'i ken tani këtu, ja, ku eci unë dhe kaloj ai duke vrapuar, ta ndali dhe t'i them, ore, ti Zvicran, a e beson Zotin, a je musliman ajo? Ose a i mund të mdalë dhe thotë, që bën ti? Pse ke marrë në dorë ti këtë kamerë dhe çka bën këtu? Kjo është çështja jonë private. Por çka? Ai nëse mu më thot, guten tag, grüezi, grüße, bonjour, unë ja kthej për si më ka thonë, po nëse më thot selamu aleikum, Esselamu aleikum, wa alejke selam, ja kthej unë ati. Kështu duhet komunikojmë me njëri tjetrin, sepse ne mvaremi nga njëri tjetri dhe ki diversitet, ki pluralitet, ki pluralizëm. Wallahi, nuk është brej rastësishëm. Pluralizmin ne kemi në Kuranin famëlar. Ti merre Kuranin dhe lexoje nga e para flet deri te e fundit, nga e para sure deri te e fundit. Do ta shohësh, do ta bëresh i nderuar dhe nderuar sa shumë pluralizëm ka brenda. Sa shumë diversitet ka, plot për plot. Na jemi të ndryshëm,
Ashtu na ka falë Zoti divers, por na ka thonë që të jemi të kujdesshëm në marrëdhëniet tona ndërnjerëzore. Nuk është e rastësishme se 97% e Kuranit është mesazh shpirtëror për të rregulluar marrëdhëniet tona ndërnjerëzore, socioekonomike. Aty janë një 3% që nga ajetet e lartshënuara të Kuranit ne nxjerrim edhe dispozita apo norma juridike. Por 97% është krejt, çka? Krejt është marrëdhënia jone, marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. Ose janë çështje sociale, pra aty ku bën pjesë familja, trashëgimia familjare, martesa, shkurorzimi, pastaj kemi çështje që lidhen, që janë me si me thonë, me atë aspektin shpirtëror. Por ne mund të përfitojmë nga njëri tjetri dhe duhet të përfitojmë. Në qoftë se nuk do e vëmë vetveten në qendër të vëmendjes, por të gjithë situatën, të gjithë mjedisin i cili na rrethon. Dhe në qoftë se nga ne kërkohet dhe jemi ata të cilët dikush i e konsideron e shet të udhës se ne duhet të jemi aty, atëherë, në qoftë se kemi aftësi dhe kompetencë, urdhëro. Por në qoftë se jo, le të mos merremi me sharje, me kritika, se shumë ka mundësi që të përfitojmë nga njëri tjetri. Dhe shumë mirë do ishte që ne të përhapim vetëm paqe. Gjërat të cilat Allahu tani më i ka përcaktuar. O Allahu thot në Kuranin famëlar, as gjethet e drurit, shikoni si janë bërë këto druni, s'kan gjethet. E disi ishin këto deri para 2-3 muajsh. Të gjelbër, të jeshilt, as gjethen e drunit, as gjethe e drunit, thot Allahu i madhnueshëm në Kuranin famëlar, nuk do të pikoj në qoftë se Allahu nuk i ka dhënë urdhër. Andaj, kemi shumë mundësi që jetën në këtë tokë ta kalojmë mirë me njëri tjetrin. Në qoftë se do të ndalemi dhe do të mendojmë me kthjelltësi, me tru të qetë, me mendje të qetë. Normalisht jemi njerëz, kemi edhe emocione, askush nuk mund ta mohoj këtë. Kush e mohon, nuk e pranon një realitet, i cili neve na të thuash, na cilëson si qenie njerëzore. Ne kemi emocione, ne hidhërohemi, zemërohemi, reagojmë në mënyrë jo ashtu të matur, jemi të nxitueshëm, ngutemi, krejt to janë elemente që na karakterizojnë si njerëz. Dhe nuk do që ikim kur këtyre, por të mundohemi sa më shumë që të kemi sa më shumë sukses në këtë drejtim. Në qoftë se do jemi pak sa më të kujdesshëm. Miru pafshim në videot e radhës, ndonjëherë gjatë bisedës sa ndodhin kështu ca gabime flutarake, por besoj se ju keni konsiderat. Unë ju nderoj sepse ju më nderoni, dua të komunikoj me ju sepse ju më ndëgjoni. Ju përshëndes, ju uroj gjithat mirat, kudo që jeni, gjithnjë bekimet e Zotit dhe mëshira e Tij qoftë mbi ju. Miru pafshim në videot e radhës.